Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka zhvilluar një takim me ministren e drejtësisë së Belgjikës Anja-Elis Verlinden dhe ministren e azilit e emigracionit mbretërisë së Belgjikës Annelien van Bosset. Gjatë takimit u diskutua për bashkëpunimin e suksesshëm dhe forcimin e tij mes SPAK-ut dhe agjencive ligjzbetuese belge në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar. Dumani theksoi rëndësinë e shkëmbimit të informacionit, koordinimit të operacioneve të përbashkëta dhe rritjes së efikasitetit në hetimin si dhe ndjekjen penale të krimit të organizuar transnacional. Ministrja Verlinden u shpreh se bashkëpunimi ndërkombëtar është thelbësor për të thyer modelin e biznesit të grupeve dhe organizatave kriminale. Ne mund t'i ndëshkojmë ata në mënyrë efektive vetëm duke i gjurmuar parat, u shpreh ajo. Ndërkohë, dy ministrat belge erdhën në Shqipëri për një mision diplomatik 3 ditor. Ky takim vjen pas kërkesës së Belgjikës për të pranuar kthimin e shtetasëve të saj, që aktualisht mbahen në burgjet belge. Aktualisht në burgjet e Belgjikës ndodhen 307 shtetasë shqiptar, prej të cilëve 253 nuk kanë të drejtë qëndrimi në vend. Misioni do të përfshijë gjithashtu diskutime për një letër qëllimi në lidhje me ndarjen e pasurive, që do të lejonte që një pjesë të ardhrave kriminale të sekuestruara në Shqipëri, si rezultati i hetimeve të udhëhequra nga Belgjika, të kthehen në thesarin belg. Një pjesë e madhe e sekuestrimeve që SPAK ka bërë ndaj grupeve kriminale kanë ardhur pikërisht për shkak të hetimeve të nisura nga Belgjika. Mes tyre ndër më të bujshmet kanë qenë sekuestrimet e pasurive të 2 vëllezërve nga Fushkruja, sekuestrimi i pasurive të Eridian Guerreros në Vlorë e të tjerë. Bëhet fjalë për miliona euro të sekuestruara në formën e llogarive bankare, por edhe pasurive të patundshme të cilat kanë rrjedhur nga veprimtaritë kriminale.